por thuhet se për shkak të teknologjisë, gjenerata Z është më pak inteligjente se sa millennials. Sa të vërtet të dhimbshme ka këtu, Nadia? Sa pesh ka teknologjia këtu? Varet si e përdor teknologjinë që dalim pastaj në këto lloj sondazhesh. Sepse mos harroni, është shumë herë më e thjeshtë që ne të aksesojmë informacionin, të gjejmë informacion, të lexojmë diçka të re, të lexojmë diçka të fundit sot. Pra është shumë herë më e thjeshtë. Tani kjo nuk është ekuivalente me këtë studim që tregon se gjenerata Z është më pak inteligjente se gjenerata e mëparshme. E ditim pse, sepse në fakt ishte dhe është në dorën tonë që punët të cilat dikur i kryenim për 1 orë, sot mundet i kryejmë për 20 minuta ose edhe më pak. Dhe diferencën e mbetur të kohës ta shpenzojmë në mënyrë efektive. Është në dorën e gjithë secilit. Pra nëse unë zgjedh që kohën e mbetur ta shpenzoj për diçka totalisht të pavlerë nga aspekti mendor dhe nga aspekti i zhvillimit